Të flasësh për pendesën, për gabimet që ke bërë, nuk është dobësi, përkundrazi. Është një moment i cili të bën të tregosh që je i fortë, që gjithçka ka kaluar dhe që ti reflekton dhe kur kujton se çfarë ke bërë, atëherë edhe realizon se sa dhimbje u ke shkaktuar të tjerëve që janë përreth teje. Për ta konkretizuar të gjithë këtë që thash, sot në studio vjen një djalë e ka emrin Claudio. Mirë se vjen. Mirë se t'jetë. Si e? Mirë parë. Urdhro. Si të kam? Mirë, po ti. Çdo gjë mirë? Super mirë. Edhe unë shumë mirë jam. Unë jam Claudio Beliu, jam 19 vjeç, lindur e banues tani jam në qytetin Tiranës. Jam lindur e Prej sa rritur. vitesh? Gati për 1 viti, sepse jam student. Studier në Universitetin e Sporteve të Tiranës. Çfarë do bësh kur të rritesh, është ajo fjala që pyesin. Pasioni im është futbolli, futbollist. Okej. Ti ke lindur në? Lushje, e ve rritur në Lushje. Po. Si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime Unë i urtë, i dashur, nuk shqetësoj asnjëri. Jo, kam qenë super arrakat, kur jam qenë Arrakat? Madje shumë. Shumë. Po, super problematik. Çfarë bëja më trego pa? Gjëja ime e parë që kam bërë kur kam qenë në klasë të parë, ka qenë një problem, mund t'i themi, i vogël, po ishte shumë i madh. Dikush më ofendoi mua, ai ka qenë ke muri i shkollës, edhe unë shtyva, ra, edhe vrau kokën. Edhe unë më qefa, i ika në Afrika, edhe pastaj... Nuk u ndale më. Vazhdove me çap këndëqe? Po. Po çfarë bëje tjetër? Në klasa 4 të 5 fillon këto problemet të tjera që ndjem shumë keq për këto gjëra që kam bërë. Kur i kujton, në? Po, shumë madje. I kam hapur shumë stres e familjes, mamit, babit, madje shumë. Vuaj. Vinte gjithmonë aty për mu. Se ka qenë problematiku shumë i madh i shkollës, plus u bashkovave me klasin që ishte problematike në atë kohë, dhe fillum duke i bërë paragjykime shoqëri klasës, shokët klasës. I bullizoje? Po, madje, shumë, nga pamja jashtme. Vuaj ishte çdo javë pothuajse në drejtorinë e shkollës. Ai ishte i pari që ishte aty për mua. Çfarë të shtyn te Claudio që të bëje këto veprime? Ishte edhe ajo pjesa e rinis, adoleshencës, edhe plus ngjojave të ca muzik, hip-hop, rapi që më shtyshin drejt beja të keq, beja vepra të këqija, do më thënë. Kur thua vepra të këqija, çfarë? Merja, armë, mbajtje, do më thënë, armë të ftofta në shkollë. Pse dëgjoj këto tekstet e këngëve hip-hop, rap, dhe doje që t'ishe dhe ti cool, si ata cilët... Edhe mendoja sigurisht kush e di ndonjë farë personi me pozitë lartë o kush e di çfarë. Që interesant. Po. Pra tip interesant, i fort. Po. Nga këta që predikohet në për këto tekste. Edhe një muaj unë nuk shkova më në shkollë, më përjashtuan sepse u bëra shumë problemi madh se vija me këto gjëra në shkollë, edhe me armë të ftohta? Po. Kur thua armë të ftohtë, ke parasysh çfarë? Thik. Thik? Po. Merje thika me vete në shkollë? Po. Po nuk dëmtoje njëri? Jo, nuk dëmtoje njëri. Po thjesht i merje për treguar që unë jam i fort? Po, thjesht për atë në gjë. Po armë ke marrë në një? Po, kjo ka ndodhur në kohën e gjimnazit. Në gjimnaz ke patur edhe armë me vete, po ku e gjete? Ja mora dikujt. Një person... Edhe shkoj me armë në shkollë? Po. Në vit të parë ka qenë... Po mësuesit? Po nxënësit?
Prap si me pjesën e frikës, të njëjta punë, e njëjta gjë, sigur e nxirja mes shkollës, sigur isha ndonjë me pozitë lartë, ndonjë me grad lartë, shikur që jam unë, se jam unë e s'ka tjetër. Të kishin frikë? Po, shumë madje. Edhe filluares, kur kam qenë në vjeçare, u larguan për me në shkolla, nuk vishin, sepse kishin frikë për me. A, nxënësit e fillore? Po, kështu. Po ti ke patur dhe një moment dëshpërimi, një histori zemre kam përshtypur. Po, kam patur e shumë, kemi kalu vutje me vllajën tim, sidomos vutja që e kujtoj më shumë ti, kam qenë i vogël, mosha 15-16 vjeç, pata diçka zemre. Re në dashuri? Jo, diçka zemre që tua të maj për vete sekret. Okej. Tu lëndua zemra? Po, më lëndua zemra dhe mora makinën e vuaj ishte në punë. Babaj më thoshte që lërë makinën se dëvi të marrë vuaj përsëri, po jo, unë nuk u binda, dhe ika, u largova. Po qarë të thamë mëndja, që do bëje me makinë? Se doja më jetën. Vërtet? Po ja vlen? Për një gjë zemre, sa herë do të dhembi zemra aty? Edhe aq herë do me ndosh ti marrësh jetën vetes? Edhe kështu me shpejtësi. Zemrat ikin e vinë, po jeta një është. Edhe kështu me shpejtësi. Si e ndronë mua beti. Okej. Dhe more makinën dhe ike me shpejtësi. Po, me shpejtësi të lartë në rrugën e fshatit, edhe vuaj ime më dilte la punën për mu. Mame u bo me rak shumë, sa e që kujtoj rrugën e fshatit, ose jep me, për shembull me shpejtësi vuaj. Më del një mak para këtyre, i të merë, që nuk mundem do. Nuk ju binda vuaj më jifte para makinës, ma në vuaj ime, ama lalo. Vuaj të dilte para makinës? Po, se në gjovaj ti nuk ndaloje? Se në gjovaj i ka me shpicit lartë edhe u përplasa me përdurën e autostradës. Klaudio, kur u përplasa me përdurën e autostradës, qarë bëri vlaj? Kur përplasa me përdurën e autostradës, vaj u shtu i barkas, e kujtoj se më s'kisha ndurë rjetë. E për tisë të me të mave, ku është vaj im, ku është vaj im.